Po konsideroj që është aksion më shumë për xhiru filma, sesa aksion që ka bëjë me prova në këtë rast. Sipas informacioneve që kemi tani për tani, bëhet fjalë për një rrjet Skype, të cilët ende nuk e dim. Ne si mbrojtje ende nuk kemi pajisë me kërkesë për caktimin e masës për aborgimin dhe nuk e dim provat që pretendon që ka prokuroria. Çfarë prisni nga kjo sa ndërsuar? Unë pres lirim të klientit tim. Mendon që klienti është i pafashëm? Absolutisht po. Ma sa kam folur me to, absolutisht është i pafashëm. A ka pas ndonjëherë punë me gjykatën klientit? Jo, asnjëherë. Për çka akuzohet konkretisht? Këta organizohen për krim të organizuar në lidhje me shitblerjen e narkotikëve. Diçka tjetër jo, vetëm kjo është? Jo, vetëm kjo është, disa tjerë kanë e pa leje, mirë po klienti im jo. Çka është konfisku klientit tënd? Pasi ka pas konfiskime të shumta nga policia. Ka konfiskuar disa telefona, një vetur e djalit të tij, e cila nuk ka qenë përfshi të dihesh, dhe janë sekuestruar dy me leje të klientit tim. Domethënë ka pas me leje, edhe ato janë konfiskuar. Edhe për fund, the që janë konfiskuar telefona. Ka qenë një prej atyre telefonave që pretendon prokuroria se janë asnjë që nuk përgjohen, janë telefona që nuk përgjohen. Jo, në raport me klientin tim jo. Në raport me klientin tim jo.